Ky bashkëpunim mes një figure të fortë mediatike dhe një artisti me peshë mendimi krijon një kontrast të ekuilibruar që e bën përputhen më të plotë dhe më serioz në thelb. Në plan më të gjerë, përputhen ka kontribuar në zhvillimin e realitetit televiziv shqiptar, duke hapur rrugë për formate të reja sociale dhe argëtuese. Ajo ka ndihmuar gjithashtu në krijimin e një hapësire ku të rinjt mund të shprehin ndjeshëm personalitetin, vlerat, qëllimet dhe sfidat e tyre, duke reflektuar në një farë mënyrë realitetin e brezistit të ri që po rritet me rrjetet sociale dhe ekspozimit publik. Sigurisht, programi mbetet shpesh objekt debati pasi ngre pyetje mbi kufirin mes realitetit dhe spektaklit, sinqeritetit dhe lojës televizive. Megjithatë, kjo është edhe arsye pse përputhen mbetet një fenomen i fortë mediatik sepse arrin të provokojë mendim, diskutim dhe përfshirje emocionale, tre element që pak programe televizive mund t'i komunikojnë me sukses. Në përfundim, përputhen në ndërtimin e Megi Pojane dhe me analizat e lartë Vasilit është shumë më tepër se një reality show dashuria. Është një pasqyrë e shoqërisë shqiptare moderne, një platformë ku përplasin idetë, ndjenja dhe mendimet e brezisë të ri, duke bërë programin një pikë referimi në televizionin bashkëkohor shqiptar.